Okej, miq, përshëndetje të gjithëve. Duke qenë se kam pasur shumë pyetje se si mundet përfitojnë vizën e punës njerëzit, vendosa ta bëj këtë videon, biles kam dalë në park tani. Edhe ula këtu ta bëj këtë videon për të sqaruar pak në një farë mënyre se si mundet përfitojnë vizat e punës në Angli. Duhet dini në radhë parë që nuk është një proces i lehtë, jo të gjithë mundet përfitojnë nga kjo. Sistemi i ri do filloj nga qershori, do filloj të aplikohet nga qershori. Ajo çfarë i duhet të gjithë njerëzve tani, po e filloj me ata që janë këtu në Shqipëri, që janë këtu në Angli. Kush është këtu në Angli dhe ka një punë të mirë, paguhet mirë, po punon në të zezë, ajo që duhet i bëj, e para e punës është duhet siguroj kontratë pune nga personi që punon apo nga kompania që punon. Duhet flasi me ata. Sepse pata disa pyetje do më thënë thoshnin, jo po pse duhet kështu, pse duhet ashtu. Tani nuk jam unë që i vendos rregull, unë thjesht i shpjegoj. Qofse ti punon për dikë, nuk mund të siguroj unë kontratë pune. Unë thjesht po mundohem t'i tregoj rrugën e cila mundet të funksionoj për shumë njerëz. Dikush që ka shumë vite këtu, punon, ka një zanat mirë, paguhet, po punon në të zezë, do ketë mundësinë që t'i bëj letrat nëpërmjet punës. Po më kuptoni që jo të gjithë. Po flas për njerëz domethënë që paguhen mirë, që kanë zanat mirë dhe që kërkohen, sidomos në fushën e ndërtimit, që punojnë si ustallar, që kanë zanat, sepse këta kanë vendosur një rregull që të ardhurat vjetore duhet të jenë minimumi 26.500 pound. Po ta pjestosh domethënë atë, i bie rreth afërsisht 2.200 pound vit, në muaj. Tani jo të gjithë i marrin 2.200 pound në muaj, sepse këtu është një rrogë shumë e mirë. Qofse punon 5 ditë në javë, i bie diçka mbi 120 pound ditë, që të paguhesh domethënë lek. Edhe këtë rrogë mund ta marrin veç ata që kanë një zanat shumë mirë. Nuk po flasim për punëtor thjesht. Vjen keq këtu se nuk dua, domethënë nuk po mundohem diskriminoj dikë, po kjo është një mundësi që disa njerëz mund të përfitojnë. Edhe unë nuk po flas domethënë që do përfitojnë gjithë. Veç një sekondë përshënjepës, nëse vjen si turist në Angli, nuk kthehesh më mbrapa çfarë ndodh. Okej, do vazhdoj me këtë, pastaj do i përgjigjem disa pyetjeve. Pra, ata që mundet sigurojnë kontratën e punës, atëherë mundet domethënë të aplikojnë, gjejnë avokatë dhe të aplikojnë për të marrë lejen e punës. Besoj duhet ta marrin lejen këtu, ata që janë këtu për momentin, se nuk besoj se ka kuptim dikush që është këtu, të shkojë brapa në Shqipëri, të aplikojë edhe një herë për vizë të kthehet këtu. Duhet i bëj direkt këtu. Por duhet kuptoni diçka që ata që janë këtu në Angli e dinë që këtu është vështirë të japin njëri kontratë pune, është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Pra do varet shumë nga ata që punoni juve, sepse ata do t'ju sigurojnë punë dhe do japin kontratën. Ndërsa, kam shumë pyetje që nga Shqipëria, edhe më pyesin domethënë po këto rregulla ata janë të lehtëshme për Shqipërinë. Tek video që kam publikuar sot kam thënë që me rregullat e reja që Anglia ka vendosur, kur vjen puna te leja e qëndrimit tu në Angli, për të aplikuar për leje qëndrimi, edhe për leje pune, të gjitha pasaportat tani janë të barabarta. Më përpara ata të Bashkimit Evropian, të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, se të njëjta rregulla kanë pasur avantazhe të ndaja. Domethënë mund vini këtu thjesht të aplikonin, merrni numrin e punës, punonin pa asnjë lloj problemi. Kurse tani dhe qytetarët e Bashkimit Evropian, kur flas Bashkimit Evropian janë 27 shtetet të Bashkimit Evropian. Se kam shumë njerëz unë them Bashkimi Evropian e më thot po Italia, po Greqia, a janë pjesë e Bashkimit Evropian? 27 vende që ka Bashkimi Evropian. Të gjitha ligjet janë njëjta për të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Pra, ata të vetmin qytetarët e Bashkimit Evropian, të vetmin avantazh që kanë tani, të paktën janë negociata. Domethënë nuk e di se çfarë vendimi do merret pak më vonë, po sot për sot që unë po flas, të vetmi privilegj që ata kanë këtu në Angli është se mundet të hyjnë pa viza. Ata që kanë pasaportë europiane ose kartë identiteti. Jo këto rezidentët kartë që janë, se më pyesin shumë njerëz.
Kush ka kartë identiteti edhe pasaportë europiane mundet hyj sot në Angli pa vizë. Veç duhet ndjeki rregullat e pandemisë. Pastaj, për më shumë informacione, për ata që duan të udhtojnë për turistë që kanë pasaportë europiane ose ID në shtetësinë europiane, ajo që duhet bëjnë është shkojnë Google edhe të kërkojnë informacione për udhëtimin, se unë s'mund t'jap dot njerëzve informacione për udhëtimin tani, se më duhet 3 ditë duke bërë video. Vetëm të shpjegoj rregullat e pandemisë, unë s'jam as doktor. Ndërsa, siç e thash më përpara, janë për kur vjen puna për resident card, për të bërë resident në Angli tani, edhe për të marrë leje pune, të gjithë janë të barabartë. Përveç atyre të Mbretërisë Bashkuar, që është Irlanda, Skocia, Walesi, të gjitha pasaportat e tjera janë të barabarta. Kjo në një farë mënyrë ka bërë një diçka të mirë, se ka vendosur barazi. Janë të gjitha të barabarta, nuk ka me privilegj asnjëri. Sot kanë privilegj ata që janë profesionista. Ata që janë jashtë Anglisë nuk jetojnë këtu, nuk mundet do të vinë të marrin vizë turistike, të vinë këtu dhe të pastaj të aplikojnë për punë. Ajo që duhet bëjnë është të aplikojnë online, flasna për kompani serioze, kompani shumë mëdha, edhe të synojnë, domethënë të kapin ato vende pune, si ta them, domethënë që janë më të kërkuara në treg, edhe nuk ka mungesë pune shumë. Për shembull këtu në pjesën e spitaleve, që janë këto shtëpia, domethënë ku rrin këta të moshurit, health care i thon këtyre, ose care workers, këta kërkohen shumë, plus në ndërtim mundet gjejnë, në kompani shumë dhaja, kompani shumë serioze, mundet gjejnë dikush, edhe nëse njihni njerëz të mundet ju ndihmojnë disi me kontratë. Tani si funksionon? Aplikoni online. Tani duhet i gjeni veto gjëra, se s'mundet ju a gjej unë, t'ja bëj gati edhe aplikimet e gjitha. Nuk jam ministri i Anglisë, apo nuk jam kryeministër, që t'i bëj gjitha gjërat gati. Unë thjesht po i tregoj mundësinë edhe rrugën. Qofse ata ju pranojnë punë, ju lidhin kontratën, ju pranojnë punë, ju a dërgojnë kontratën me email, ju e merrni kontratën, edhe shkoni në ambasadë, aplikoni për vizë. Por duhet dini diçka që duhet dini dhe anglisht. Duhet dini dhe në anglisht, që të kaloni atë sistemin me pikë që kam bërë te. Okej, një sekond tani. Kjo ishte pak a shumë. Besoj e shpjegova për ata që jetojnë këtu dhe për ata që jetojnë në Shqipëri. Tani do marr një 4-5 pyetje, do t'i lexoj edhe do ta mbyll pse s'duhet shkoj shumë gjatë. Okej tani. Ilir Leshi si gjendet online. Kërko vlla, futun Google, mos shikoni për puthën, për thithën, u puthën, nuk u puthën. Kërkoni vlla, ka sa duash. Futuni në Google, kërko për ditë. Vendet lira punë në Angli, edhe t'i jep kompanit. Duhet dini që duhet jenë kompani serioze, ose dikush domethënë që ju ofron punë, mos ketë pas kur probleme me taksat, ose mos ketë qenë person domethënë që ka bërë vepra kriminale, ose që është akuzuar për pastrim parash, gjëra të tilla. Duhet jetë domethënë kompani e pastër. Nëse kompania është e pastër, pa problem ju ja japin. Po veç duhet i plotësoni ato kriteret që i përmenda pak më para, mos i përsërisë edhe një herë. Andi Sinani mund të aplikojmë tani, apo duhet të presim deri në qershor? Tani Andi nuk është muhabeti, pritja është gjë më e keqe që dikush mund të bëj. Kur ti thua mund të aplikojmë tani, do thotë që ti ke gjërat e tjera i ke terra në vi, edhe të ka ngel veç aplikimi. Andi, kontratë e punës në Angli është shumë e vështirë vëlla për ta gjetur. Kush jeton këtu, nuk e di jeton këtu apo jo. Po është shumë e vështirë të japi njëri kontratë pune vëlla. Duhet ta njohë shumë atë person, apo të kesh punuar për shumë kohë që të njohin tamam se si je, se ka përgjegjësi dhe ai kur vjen puna te kontratë e punës. Nëse ke diçka në vi, atëherë bëj gjërat gati, edhe kur të filloj domethënë që të jepet të futet në funksion sistemi i ri që do krijojnë këta, atëherë mundet të aplikosh. Ilir Leshi, di unë anglisht shumë mirë me theks anglez.
Po e di vlla se ka shumë që din anglisht shumë mirë, edhe mbet qefi. Por siç e thash, duhet bëni aplikime dhe duhet gjeni domethënë diçka online. Dhe një sekond. Okej. Keli Krasniki si me marrë një leje kalimi se më ka skadu pashaporta. Nuk ke si e mirë vlla, duhet bësh pashaportë re. Nuk e di ku je në Angli, do t'i në Shqipëri, apo nuk e di se qa leje kalimi do t'kërkosh. Qofse ke fjallën që je në Angli e do t'i në Shqipëri, shko ku mund gjesh home office-in më të afërt, edhe të ndihmojnë ata me qefin më të madh, të ndihmojnë ata pa problem. Po që bërquar në Shqipëri janë të kënaqur ata. Menti, a mund të marrë vizë turistike në Angli, jam rezident gjerman. Këte pyetje ma bëjnë shumë shpesh në për vende ndryshme të Shqipërisë. Miq, kur vjen puna për lejen për vizë, nuk më intereson rezidenca, edhe asnjëriu nuk i intereson rezidenca. E rëndësishme është qa pashaporte ke, zotri. Ti mund t'jesh rezident Gjermani, po ke pashaportë në shqiptare. Se ti kur të udhtosh do udhtosh me pasaport vlla, nuk kalon dot me rezidencën asaj. Nga ajo e them, domethënë kur them ID, pasaport, dihet që janë mjete për të udhtuar. Ato përdoren për të udhtuar. Ti ke pasaport shqiptare, jeton në Gjermani, ke favor më shumë, jo se ke rezidencën e asaja, po mund të jesh punë, ke të ardhra më të mira, edhe i plotson kushtet. E gjithë çelësi i vizës turistike është tek plotësimi i kushteve nga lekt. Se ti vërtet do vish si turist këtu, po ti nëse s'ke të ardha qa turisti je. Edhe ata atë duhen të sigurojnë, kur e marrin një çështje, një aplikim për turist, kur e marrin dorë, e pare punës që ata shikojnë është sa të ardhura ke. Ky person do thoj do vi në Angli, do qëndroj 2 javë, do kthehet mbrapa. Se dikush që nuk ka punë fare në Shqipëri, s'ka asnjë lloj të ardhre, nuk mund t'japi njëri vizë turistike, më vjen keq. Unë uroj që t'japin gjithëve atyre që duan, po kështu është e vërteta. Se qa turisti jeti pa punë aty, pa lek, pa të ardhra, qa turisti mund t'jesh ti. Ata e din shumë mirë që ti do vish edhe s'do kthehesh me, do thyesh vizën. Mishte berdhi një pyetje më përpara për punën e vizës, falni një sekond, për punën e vizës turistike, edhe do ta mbyll me këtë se shkon video shumë e gjatë dhe nuk e shkarkoj dot në profilin tim që ta shikojnë njerëzit e tjerë. Për vizën e turistike, se më thoshin shumë domethënë çfarë bëhet nëse e shkelin vizën turistike. Me seriozitetin më të madh ju them që nëse dikush vjen këtu me vizë turistike, edhe më mbas nuk i zbaton rregullat, nuk kthehet mbrapa, atëherë ky njeri hyn listën e zezë. Në këtë vend tu harroje se merr letra ndonjëherë. Edhe është diçka domethënë shumë, sepse të konsiderojnë si njeri të pabesueshëm, se të kanë besuar një herë, të kanë dhënë vizë, ti e ke thyer. Pastaj nuk mund të besojnë me këta që t'japin letra aty apo t'japin vizë ndonjëherë tjetër. Qofse e thyen një herë vizën, harroje se merr vizë me, si ti, si personi që t'jep ty garancinë, që del si garantor, harrojeni se merr vizë ndonjëherë me. Edhe ajo që ndodh, kam pas njerëz që unë i njoh që kanë ardhur me vizë këtu, me vizë studenti ose me vizë turistike, i kanë thyer vizat, kanë vajtur, kanë bërë dhe martesë, edhe ja kanë plas shpirtin, ja kanë nxirr jetën. Kur them ja kanë nxirr jetën, ja kanë nxirr jetën. I ka thënë shkon në Shqipëri, apliko dhe një herë, sepse ti ke qenë një herë tu më përpara, e ke thyer vizën, edhe je person i pabesueshëm. Nuk do t'ja këshilloja kurrë njeriu që ta merrte të rrezik, po gjithsesi çdo njeri merr vendime për veten e vet. Okej miq, okej, e pashte Keli kishte pyetur që pyeti që parë për leje kalimi për të kaluar. Keli thot jam në Angli, duhet të ik në Shqipëri. Vlla, dëgjoj, tu futu në Google tani, nëse ke me nxitim, se janë hap dhe rrugë për të ikur në Shqipëri. Futu në Google, kërko ku është qendra me after e home office-it, ku janë ata. Edhe nesër shko atje dhe i thuaj jo jam shqiptar, më ka humbur pasaporta, duhet të kthehem në Shqipëri. Të marrin ata, të marrin shenjën e gishtave, edhe t'japin leje ata,
ose të hipin domethënë në avion me ata tjerë që do ikin. Edhe nëse ikën vetë me dëshirë, nëse ti vetë si person shkon me dëshirë, edhe i thua atyre që duat të ikin në Shqipëri, ke edhe favor që nuk vën ekspuls. Domethënë nuk ta ndalojnë në Anglinë. Këta të vën ekspuls kur të çojnë vetë. Kur ti nuk do të ikësh dhe këta të çojnë vetë me zor, atëherë të vën ekspuls. Po nëse ikën vetë me dëshirë, vetë shko atje, i thuaj ndihmojnë ata pa problem. Mos e ke frikë fare, vetë ndihmojnë. Okej, një sekond, tani Kaplani, Olsi Kaplani, përshëndetje Lulësim, kam vizë martesore 5 vjeçare. Settlement scam, a kam të drejtë të investoj e të hap një biznes dhe a do ketë shumë kërkesa për të arritur atë gjë? Jo vlla, nuk ke asnjë lloj problemi, hape sa më shpejt. E vetmja gjë që duhet është të sqarohesh me punën e taksës, se ti si do të punosh, do je self-employed apo employed, nuk e di se sa, por normalisht kur hap një biznes, do deklarohesh si self-employed, gjej një accounter që merret me ato punë, edhe të ndihmon ai vlla, nuk kushton shumë, ta hapësh si kompani nuk kushton shumë, diku te 70 pound ka qenë më përpara, 75 pound, të hapësh kompaninë. Nuk po them se do fillosh biznes me 70 pound, po veç të hapësh emrin e kompanisë, ta regjistrosh kompaninë, ai shkon, gjej një accounter vlla dhe të ndihmon ai për çdo gjë, i shpjegon shumë mirë vlla se ajo është puna e tyre. Okej miq, ju përshëndes shumë, kalofshi sa më mirë dhe do dëgjohemi shumë shpejt për gjëra tjera. Ju përshëndes.